të tri partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paketë, përndryshe nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. I dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokadë, megjithatë janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk i lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa i tërë grupit të ndryshe mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim, ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë më se të qarta, sepse i kemi përsëritur disa herë, ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat, pra si parti fituese, e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nënkretar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nënkretarët e tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe pakënaqësi në lidhje me emrat e përveçëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis, është një dakordim politik, një konsensus politik që të tri partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nënkryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të tri partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paketë emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Agjiu për kryetare të kuvendit, si dhe tre emrat e nënkretarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votu. Përndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokadë e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Por nëse duhet patjetër të shkojmë aty dhe nëse ai mbetet opsioni i fundit, ne jemi të gatshëm, por nuk jemi të interesuar të shkojmë aty. Ne insistojmë, vazhdojmë të insistojmë që ti ipet një zgjidhje kësaj blokade që po shkaktohet nga partitë opozitare, të votohet kryetari i kuvendit, kryetarja e kuvendit në këtë rast, dhe pastaj të vazhdojmë tutje me nënkretarët në mënyrë që të konstituohet kuvendi.